Shqipe qa ambjenti bukur që është këtu. Jemi në Bedat, tekniku im Fatos Kanxha, ka rreth 200 pula deti dhe rreth 200 gjela deti. Këto janë të gjitha në kullot lirë, këtu është Jonj, në tonë është gjithë buz Knetës, Laguna, dhe më bani përshtypje se në ndryshim nga të tjerët, Fatosi thot, le të vinë vetë këtu kushdo që blej qof gjel, qof pul dhe çmimin ta vendosi vetë mbi bazën e cilësisë që do shofi. Kjo është pozitive. Këtu ka dhe niprit që ruajnë pulat dhe gjelat e detit. Unë do i uroj Fatosit gjithë mirat, po ndërkohë do i bëj thirrje gjithë konsumatorëve, sidomos të zonave që të vinë këtu të shohin dhe lagunën, por të shohin konkretisht dhe të blejnë edhe pulat edhe gjelat, si ta kenë ata parasysh. Ja, këto janë gjelat që kemi bërë me pulat e detit.